Ndonë se këtë të premte pati përmirësim të kushteve të motit, rreshtet e shiut dhe era e fortë gjatë mbrëmjes së enjtës ka lënë pa energji disa banorë në bashkinë Has. 15 abonentë të qytetit Krumës mbetën pa energji elektrike. Nëpërmjet një njoftimi, OSHE bëri me dije se janë marrë masat nga ekipet e terrenit. Ndërkohë, të gjitha akset rrugore nacionale janë të çarkullueshme normalisht, por rreshtet e shiut të rëna ditëve të fundit krijuan jo pak probleme në akset rrugore rurale, si rezultati i rënjes së gurëve dhe rrëshqitjes së derave. Sipas së bashkisë, janë pastruar gurët dhe derat në akset më problematike, ku fadromat kanë punuar duke i mbajtur të gjitha në gatishmëri të plotë. Strukturat dhe mjetet e angazhuar vijojnë të jenë në terren e në gatishmëri për monitorimin e situatës në të gjithë bashkinë e Kukësit në rast të përkeqësimit të kushteve të motit. Deri më tani nuk ka raportime për ndonjë problematike emergjente tek banorët. Gjendja e hidrovoreve paraqitet e mirë. Niveli i lumeve është në rritje duke sjellur rritje të nivelit të ujit në liçenin e Tjerësës. Furnizimi me ujë të pijshëm bëhet sipas orarëve të përcaktuar nga Drejtoria e Ujësisë Kanalizimeve Kukës, thuhet në njoftimin zyrtar të prefekturës Kukës.